dua me ditë ku është çështja e buxhetit se kjo ndërlidhet pikërisht dhe ne apo ju nuk mund të futni në funksion asnjë procedurë e cila nuk e ka të zotuar buxhetin paraprak për gjitha operacionet zgjedhore. Ndoshta në këtë rast edhe kryesuesi, po edhe ju si kryeshef, si drejtor, mund të informoni deri ku ka shku çështja e miratimit të buxhetit, sepse pa buxhet nuk mund të zhvilloni asnjë operacion zgjedhor, nuk mund të heni asnjë marrëdhënie kontraktuale. Prandaj edhe kisha dashur më ju pyet a është vonë mos ndarja e buxhetit deri në këtë kohë sa i përket operacioneve zgjedhore që ju do të përfundoni karshi edhe këtij vendimi që do ta morë. Po, Ilir, siç e dijeni, me datën 25 nëntor 2025 KQZ-ja ka miratu planin e buxhetit për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Ne në mënyrë të nesërmen ju kemi drejtu, do të thotë se kemi përmes kërkesës, përmes arkivës dhe përmes emailit e kemi dërguar në Ministrinë e Financave. Aktualisht nuk kemi asnjë njoftim lidhur me kërkesën që është parashtruar. Në momentin kur të marrim një njoftim për Ministrinë e Financave, ne do të njoftojmë dhe menjëherë do të fillojmë edhe aktivitete, zhvillimin e aktiviteteve, për shkak që këto aktivitete nuk mundin të fillu të zhvillohen pa pas buxhetin e ndarë prej qeverisë të Republikës Kosovës. Po aktualisht ajo që kam unë më të thonë është që nuk kemi informata, megjithëse kemi kontaktuar me ta, edhe ata na kanë njoftuar që në momentin kur të kemi informacione konkrete ne do të njoftojmë. Kështu momentalisht nuk kemi diçka konkrete lidhur me buxhetin që ka miratuar KQZ, të cilin të njëjtën e ka dërguar dhe Ministri i Financave dhe punës dhe transfereve.